Edi Rama nuk ka një diktaturë totalitare, por një diktaturë autoritare, vazhdon edhe ai betejën kundër imperializmit amerikan. Akti ti në samit është akti më i shëmtuar që një përfaqësues mund të bëjë. Çfarë tregoi ai me te? Ai tregoi urrejtjen e fshehur që ka ndaj presidentit të Shteteve të Bashkuara. E ka atë nga trashëgimia hoxhiste, e ka atë nga dosjet e hapura që kanë Shtetet e Bashkuara, jo një po disa, për krimet e tij. E ka atë të paguar nga George Sorosi, ato ne nuk i dim. Po faktikisht ai është i vetmi që e çfaq, që nuk nguron ta çfaq, pavarësisht se jashtë çdo konteksti. Thjesht urrejtjes së tij. Çfarë do thotë ajo? Ja tha dhe Shtëpia e Bardhë. Kurse mram ose parmram deklaronte që në kthes presidenti po kthen emrin paq në fjalorin e harruar të Perëndimit. Me individ si ky, me krerë të narkoshtetit, Shqipëria në krye të narkoshtetit, Shqipëria po shkon në gremin. Ndaj dhe ne duhet të ndërmarrim një përpjekje të madhe të fuqishme. Në radhë parë me strukturat, antarësinë dhe mbështetësit tanë me qytetarë shqiptar për të shpëtuar vendin nga ky kryeministër që kryeson një organizatë kriminale të bazuar në krimin drogë, një lloj si Enver Hoxha, që e kishte organizatën kriminale të bazuar në ideologjinë dhe luftë e klasave.